domosdoshmëri për të ndaluar avancimin e Rusisë për në detin Mediterran. Olc, të falenderoj shumë që të kisha. Faleminderit për ftesën. Në këtë pjesë të dytë emisionit është bashkuar me mua Denis Minga, koleg gazetar pranë Report TV-s. Denis, kënaqësi që kam. Mirëmbrëma, faleminderit. Dhe drejtues emisionit Repolitics në Report TV. Avokati Marsit Gubi, avokat, kënaqësi që të kam. Kënaqësi si gjithmonë, Redi. Avokatin Leonard Karaj, avokat, kënaqësi që të kam. Avokat, sot kryelajmi ishte Ilir Meta, të cilit i është pranuar, le të themi, që të gjykohet live sipas gjykatës. Si vlerësove këtë daljen për herë të parë të Ilir Metës, në çfarë të gjykimit jemi, çfarë po kërkojnë avokatët dhe kush është objektivi? Tani, fakti që u pranua kjo decesa, le të themi, ose procesi publik, mund të jetë diçka e mirë për neve që kemi qef që të shikojmë Netflix në një proces gjyqësor, por për mendimin tim si avokat, kjo nuk është e shëndetshme për procesin juridik, për procesin që zhvillohet në gjykat. Në tërësinë e vet, as në Europë, aty ku dohem të shkojmë ne, as në vendet anglosaksone nuk ekziston një praktikë e tillë. Në shumicën e rasteve nuk lejohen të merren as të bëhen as foto, domethënë të lejohen vetëm karikaturat ose më mirë autoportretet, portretet që bëhen. Në një sallë në gjyqi. Pjesën më të madhe të kohës, sepse gjë kryesore është që të sigurohet një proces i rregullt gjyqësor, që do të thotë gjë e parë, të sigurohet dëshmitari, të sigurohet avokati, të sigurohet prokurori, pra të sigurohet në përgjithësi procesi gjyqësor. Në momenti kur ti e bën me dyert të hapura, kjo pastaj është për show politik, për t'i mbërthyer njerëzit përpara le të themi ekranit dhe për të parë gallat, e thon troç fare. E kuptoj shumë mirë domethënë që për Denisin si gazetar për shembull, ose edhe për Nardin apo për Marsitin si qytetar, kjo mund të jetë një gjë shumë e mirë, sepse në fund ditës themi ja kjo është transparenca, kjo duhet parë. Unë nuk Pandeurin mëse edhe ata kanë kërkuar, po nuk e kërkoi gjykata këtë. E kërkoi Pandeurin, po pra, jo vetëm për neve si gazetar, po edhe i Pandeurin këtë rast e ka kërkuar. Po pra ai e kërkoi, ai. Këtë po them. Pra ai do të bëj show-un aty. A nuk e di, po. Pra këtë po të flasun. Okej, ata do të na bëjnë show. Tani unë me këtë nuk po kundërshtoj faktin pse e ka kërkuar. Unë po them dhe unë po të isha avokati tjetër një të gjë. Pala më vulnerabël, pala e Pandeur, nuk besoj se është e keqe që të jetë e hapur publike. Unë mendoj që është gabim. Sipas mendimit tim. Si do ta cënonte kjo avokat? Ata jap me një rast konkret. Mund të ishte një apo dy apo tre dëshmitar aty, të cilët për mënyrën se si dëshmojnë, për pyetjet që i bëhen, për mënyrën se si dëshmojnë, kur të dalin nga ajo sallë gjyqi, mund të rrezikohet qoftë imazhi i tyre publik, po të duash, po qoftë fizik. Se ne nuk e dimë se çfarë mund të thonë dëshmitar të caktuar në një proces të tillë gjyqësor. Pra nuk është kaq e thjeshtë sa vlerëson gjykata. Po nuk tha se nuk e ka vlerësuar gjykata. Unë nuk tha se kjo është antikushtetuese apo habi. Unë po them se si do duhet bëhet dhe si bëhet në Europë. Në Europë nuk ndodh kjo. Kjo është shqiptarçe. Dakor. Binduni për këtë. Tani a doni që ta bëjmë, domethënë që të themi për masën e gjerë, po të them në një tjetër ose për të gjithë. Po më bë kështu duhet bërë. Meta ja ka dalë ta kthej në një betejë politike këtë. Po dakor, edhe unë këtë po them. Përmes këtij vendimi, them unë. Po pra, e ka kthyer në një Netflix, po të them, por nuk i shërben një procesi të rregullt. Edhe unë po të isha avokati Metës në njëjtën gjë do kërkoja. Dakor. Të njëjtën gjë, po unë po flas për procesit. Por nuk i shërben një procesi të rregullt, i përshërben procesit për pjesën e zotit Meta, për pjesën e zotit Veliaj, për pjesën e zotit Ahmetës, edhe Ahmeta ka kërkuar të njëjtën gjë. Edhe Erben Ahmetaj, nëpërmjet avokatëve të tij ka kërkuar që të gjitha seancat jenë live. Por nëse do eci me këtë histori, sikur ka kërkuar dhe Berisha, neve këtu nuk kemi nevojë më për Hollywood o vëlla. Mjafton t'i vëm kamerat tek gjë kërkoj, jemi në rregull. Marsit, si e vlerësove këtë vendim gjykatës dhe këtë vendim edhe të Ilir Metës që të transmetohen live seancat gjyqësore? Shiko, proceduralisht, shqyrtimi gjyqësor, për mos thënë vetëm për pjesën e seancës ku bëhet legjitimi i palëve siç ishte sot, po flas për ecurinë tërësore të procesit, ka disa gjëra që janë pista dhe fakte që përbëjnë cënimin e hetimit ose shqyrtimit gjyqësor dhe nuk mund të bëhen publike.
Kështu që fakti që është bërë një seancë publike dhe lejuar të vinë mediat, nuk është se do kthehet një precedent që kështu do vazhdojë gjithë gjykimi, se nuk e lejon kodi i procedurës penale dhe pse nuk do ta kemi gjithmonë, fjala vjen çdo. Shikon, në 2000 më kujtohet vetëm një gjë për mos u shkëputur nga konteksti. Berisha para 2005-s premtoi që në qoftë se Partia Demokratike fiton, do bëjnë gjithë mbledhjet e Këshillit të Ministrave me dyert të hapura dhe publike për mediat. Dhe kur fitoi qeverinë atë kohë dhe vazhdoi puna e Këshillit të Ministrave, tha nuk na lejon kushtetuta. Kështu që është tjetër gjë ajo që pretendohet, ajo që kërkohet, ajo që linçohet publikisht, tjetër gjë ajo që mundson ligji. Por në këtë rast unë vej re këtë gjë. Kemi një përthyrje të situatës ose të mënyrës racionale se duhet funksionojnë gjërat. Për shembull, në këtë moment ne shikojmë që procedura kthehet në skenë showbizi. Pra, një seancë e cila mund lejohet bëhet me dyert të hapura ose në praninë e mediave, shfrytëzohet nga faktorë të ndryshëm, këtë rastin konkret zoti Meta ose zoti Velia në një seancë tjetër, në një gjykim tjetër ose dikush tjetër siç ta Nardin në zoti Ametaj, ku mundohen të përfitojnë rolin e martirit si njerëz të cilët po i dëmton ose po i dënon sistemi politik ose regjimi Ramës, jo si njerëz që janë të fajshëm për shkak të ndonjë figure veprave penale ose për shkak të ndonjë kallëzimi. E dyta, ligji dhe kallëzimi tu kthehen në narrativ politike. Pra nuk niset gjykimi nga kategoria e procedurës ligjore dhe standardeve ligjore, që mund të flasin avokatët, prokurorët, studiuesit e drejtës, po kthehet në një narrativ politik ku flitet se i rënuar ishte, e pe me sa delle dhe hov foli, po këta të tjerë që nuk guxuan të ishin prezent në sallë, sepse njerëzit nuk kanë njohuri juridike, ata merren domethënë me prallën, me fabulën. Problemi është kjo na kujton veprën e Shakespeare-it shumë zhurmë për hiç asgjë. Në fund, funksionalisht nuk përfiton asnjë gjë. Nga pikpamja e procedurës. Po, nga pikpamja pasaj e perceptimit publik, mundohet që atyre pak i tharve që mund të kenë mbetur zotit Meta t'i bëhet, po prap shiri nga e hovit me idenë që ky është i fortë, vazhdon qëndron, ka ndërmend të bëj luftë dhe mendojnë që ushqehet narrativa e përndjekjes. Po e them edhe një herë, përndjekjes politike. Nga spaku. Dhe e treta është kjo që humbja e pushtetit, sepse tu kemi dhe një aspekt vizual, zoti Meta shifet i rrudhosur, i zverdhur, duke që ka një pesimizëm e shfaq, nga njëra anë tjetër, domethënë, bëhet edhe sepse fjet e pushtetit kënaqen kur njerëzve i tregohet ideja se si njeri bie nga froni, ose si është njeriu që humb privilegjin ose të qenit në Olimpin e pushtetit. Dhe kjo reflektohet, dhe duke u reflektuar kjo gjë, kuptohet që pse ky njeri ka këtë rëndin nëse pretendon që është i pafajshëm. Sepse ka ndodhur zakonisht për shembull dhe pak më parë për lexoja një histori ku për shembull ishte përsekutuarit politik në kohën e Verogjës, dënuarit politik, të cilët dohen mas 17 viteve, 18 viteve, 20 viteve burgim, nuk e reflektonin këtë rënje, kishin hov vjetësor. Dhe thuhet e kishin atë lloj hovi sepse pretendonin dhe ishin të bindur shpirtërisht me veten e tyre që jemi të pafajshëm. Pra, si thua që intereson dhe mediave që janë pro pushtetit ta reflektojnë këtë pamje. Dhe domethënë ato mundohen të vjelin këtë lloj ideje, pra këtë lloj pikpamje për një masë aktuar njerëzish që është kjo. Si mendon që kjo është një pamje që e dëmton politikisht si pamje, si perceptim Ilir Meta? Po ta kuptosh vetëm nga pikpamja e real politikës dhe e parimit të forcës, kjo tregon që Meta është rënuar. Pra nuk është më ai njeriu i cili bënte thirrje që unë do ngrej armët, unë do ngrej njerëzit, unë do patjetër ide në njeriu i cili është zvogluar në përmasën e pushtetit, i njeriu i cili ka një pezmatim, i njeriu që nuk e reflekton atë qetësinë që e ka idenë se ku do i shkojë, strategjia e tij e lojës. Se po ta vejmë re aty bënte shqiponjën, thoshte që këtu po bëjnë ishte gjithë kohës me gisht. Ose bënte se me gisht, nuk u përshëndet me ish bashortën e tij, pak ishte disa që tregon një lloj si thosh çoroditje në sensin e tregimit të konsolidimit ose soliditetit të personalitetit. Për shembull, unë për shkak se për një nga profilet e mia të punës është avokatia dhe avokatia në çështjet penale, i shikoj shumë shpesh të gjyqjet e maxi procesit të mafjes ose gjyqjet ndaj personazheve të larta, qoftë për ide që në botën e krimit. Pjesa më e madhe tyre reflektojnë një lloj qetësie, domethënë që nuk mundohen ta shfaqin që ka diçka që i mundon, sepse mendojnë që duke dalë solid e japin idenë që ata janë të bindur që janë të pafajshëm. Po. Berlusconi, me që se kujtoj, Andreotti, kur kanë shkuar në gjykata, kur njëherë nuk kanë qenë seancat publike. Përkundër kanë pasur një sentencë shumë famshme, që thoshin kur pretendojnë gjithë faktet dhe provat, dhe kur ecin paralel, tu tregojnë që është një puç shumë i madh. Kur s'ka asgjë që të jetë kontradiktore me njëra tjetrën. Pra e kishin nga ana e kundërt, që nëse gjithë provat korrespondojnë, kjo tregon që është e stisur.
Denis, si lexon këto si gazetar, unë nuk është se jam kundër seancave publike, fundit është një këshëri e madhe edhe për çështjet të cilat ti nuk ke mundësi ti lexosh në një dosje, nuk e di sa është dosje Ilir Metës. Me fashik. Për sa kohë ti nuk Avokati ka thënë që është dashur një fugon. Nuk ke kohë të futesh në një dhimbje koke duke lexuar gjithë ato letra pa emocion. Këto emocion ta japin seancat. Dhe nga kjo pikpamje nuk ka asgjë të keqe. Mendoj madje edhe publiku fillon edhe kupton gjithë cilën palë. Kupton palën e prokurisë, kupton dhe palën e paditur në këtë rast ish presidentin. Por ajo që thotë Nardi ka sens vetëm për dëshmitarët. Pra, momenti dëshmitarët kyç kam përshtypjen nuk do lejohet me seancat hapura, sepse besoj gjykata ka mundësi të veprojë çdo seancë ta shohë si të pavarur. Unë di që s'ka për ta lejuar pastaj. Kuptimi që megjithëse sot e lejoj seancën në kur vi seancë paraprake, pa thënë seancë e parë, jo paraprake. Nuk është një vendim ky për gjithë procesin. Prandaj po them, kur vi puna, jo i gjithë procesin, kur vi puna për dëshmitarët delikat, besoj do jetë me dyert mbyllur ashtu siç bëhen në seancat edhe në botë siç tha Leonardi. Kështu që nuk ka ndonjë gjë të keqe që sot ne vetë Meta në këtë pamje, sepse ky është momenti i parë dhe akoma gjykata, gjyqtarja apo jo. Pra ai do çdo moment ta shfrytëzoj për median, për publikun. Dhe ato janë thirrje që ai i drejtohet publikut duke shpaqur pakënaqësinë e tij. Po, nuk jemi në fushat elektorale, as në një parti politike, këtu jemi në gjykatë. Dakord, pra, po ai nuk është i shkëputur, është qenie politike Meta, pavarësisht se është i pandehur. Po jo, ai qenie politike mund të është jashtë hekurave, jo aty në atë sallë, ai është një qytetar me disa akuza. Ashtu e mendon vetë, e ka drejtën. Kur filloi procesi, thash edhe një herë tjetër. Kur filloi procesi, atëherë ne do ta shohim më të racionalizuar në mendim. Por tani ai s'ka filluar. Ky është një moment pa ardhur gjyqtarja fare. Pra Meta shfryn dufin pa ardhur gjyqtarja. Në momentin që erdhi gjyqtarja, Meta heshti. Si e lexon si qëndrim Denis në kuptimin e imazhit, të mesazhit. Shikoj, e imazhi. Se tani president i mbyllur në ato se këto do besoj do diskutojmë edhe për Veliajin. Tani kjo çështja nuk ka asnjë rrezikshmëri Meta në këtë seancë, ashtu siç nuk ka asnjë rrezikshmëri nesër Veliaj, se sot nuk ishte Veliaj, ashtu siç nuk do ketë rrezikshmëri ku diun të gjitha VIP-at që janë marrë me politikë. Dhe nuk e kuptoj cili është ndryshimi pse Monika Kryemadhi është jashtë kafazit dhe Meta është brenda kafazit. Dhe kjo është për mua është përgjegjësi autoriteteve gjyqësore, në këtë rast e gjykatës posaçme. Përderisa ne jemi në disa procese me personazhe të kësaj natyre, të këtij kalibri, si Meta apo kryetar bashkia apo tjetër, duhet marrësh masa zotërit, sigurosh një sallë ku të rrinë njerëzit normal, sepse duhet ta pranojmë, nuk është si një qytetar i zakonshëm gjyqi ndaj Metës apo ndaj Veliajt. Në çdo vend botës kështu është. Jam dakord që jenë gjithë barabartë, por nuk praktikisht nuk janë barabartë. Ka të bëj me masën e sigurimit personal që ka ndaj të personit që është në akuzë. Por perceptim, meqenëse folëm për perceptim. Kur ne shohim në kafaz, mendojmë njërin që është akuzuar për vrasje. Tu s'kemi të akuzuar, po të kishim të akuzuar për vrasje. Atë nxirren nga burgu. Ish kryeministër, ish president, ish kryetar. Atë nxirren nga burgu. Jo, po një sallë tjetër, çfarë lidhje ka? Krijojmë një marrë tjetër. Pse Kryemadhi avokat është sepse nuk ka masë sigurimi personal pra. Po, dakord pra, po nuk ka kuptim me atë që shef procesin thotë çka ka ky tjetri në kafaz. Është në burg. Mirë, në rregull e kuptoj unë, por edhe një po them, gjykata duhet kishte marrë masa për të krijuar një sallë pa kafaz. Ka që thjesht për i thotë. Ore, duhet ndryshuar kodi procedurës penale, o Denis, nëse do darish këtu. Gjykata e lexon këtë gjë si ABC-mër. Të lutem. Nëse gjykata sot do ta zhvillonte gjyqin në një seancë pa kafaz, do bënte shkelje? Po. Çfarë shkel? Ku shkel? Po është kodi procedurës penale që thot, po se bën dot pra. Okej, pastaj nëse është çështje kodi, atëherë s'ka diskutim. Një tjetër, persona të cilët janë në masa sigurimi personal, arrest me burg, janë të detyruar sipas kodit procedurës penale dhe sipas drejtorisë së burgjeve, rregullores drejtorisë burgjeve dhe të ekzekutimeve, janë detyruar që të rrinë atë
Unë kam pas raste, po ta them, që nuk ka pas salla. Jo, një sekond, po atëherë si u bë seanca e Veliajt në kushtetuese? Po ta shpjegoj. Ka pasur raste, kam pasur raste me persona që dënoheshin për vrasje, në mungesë të sallës me kafal siç ka qenë këtu, është ulur për krah meje personi dhe në ndërkohë nuk ja ka hequr prangat fare polici ka ndenjur aty 2 policë ngjitur. Sepse ata shikojnë sigurinë pastaj në fund ditës, sepse ti nuk mund të shkosh me idenë që ky personi çka ka në mendje, mund të hidhet në fyt prokurorit apo gjyqtarit ai. Në momentin që kemi të bëjmë me element që nuk kemi të bëjmë çështje sigurie, se as rastin e Metës, as Veliajt, as ku diun Ilir Beqi, këtu s'është më çështje sigurisë. Gjykata nuk mund të bëjë një interpretim? Po pyes. Marsit, sot çfarë ndodhi si seancë e parë? O bë thjesht legjitimimi i palëve. Pra që palët të cilat pretendojnë një të drejtë të mohuar ose një gjykim në të cilin pretendojnë që është cënuar e drejta, tregojnë interesin e tyre direkt, pra ky është legjitimimi, cili interesi i përgjithë atyre, ajo që quhet legjitimimi aktiv. Pa ata tregojnë që në procesin e shqyrtuar pak më përpara, proceduralisht ata ndjejnë që është cënuar një e drejtë dhe legjitimohen. Shikojnë generalitetet, pretendimet, afatet, procedura penale, pra është një lloj, le ta themi kështu, standardi procedural formal i seancës së parë. Sa po fillon. Ndërkohë, për ta thënë në mënyrë sa më të thjeshtëzuar për ta kuptuar njerëzit pa gjuhë kështu shumë të ngarkuar teorike. Ndërkohë kërkesa e avokatit Sakrani që thotë që duke qenë se një atë ka të drejtë takojnë në çdo moment ai ndryshimin e masës. Ka lidhje me ndryshimin e masës, domethënë është ndryshimi i masës që zotëria bën kërkesën e ndryshimit të masës, pas zëvendësimin e masës nga arrest në burg në mos gaboj në ardhi arrest në shtëpi ose detyrimi paraqitje ose arrest. Pra ajo ka të bëjë direkt me punën e masës, nuk ka të bëjë me po, dhe çdo palë në shqyrtimin gjykat shkallës parë ose shkallës të dytë apo ose të apelit siç njihet në kuptimin e gjerë, lejohet në çdo moment të gjykimit të kërkojë ndryshimin e masës ose zëvendësimin e saj. Këto pami avokat në mënyrën se si po përballen, se po përballet drejtësia e re me Ilir Metën. Kush mendon se del më i fituar? Drejtësia e re me lojtarët vjetër. Kjo drejtësia e re s'pak që ka me ish presidentin se. Këtu mund të jem subjektiv unë tani sepse kam lexuar pjesën në kuptimin e perceptimit publik po. Unë kam lexuar pjesën më të madhe të asaja që ka qenë mbrojtje e zotit Meta. Pra, ato që kanë nxjerr vet Meta, ato që kanë nxjerr Tedi Blushi si sekretari i PS-s, ato që kanë nxjerr avokatët e zotit Meta dhe perceptimi im është, domethënë që është ngritur një furtunë në gotë me këtë dosje. Sepse në që Meta teorikisht ka 3 vepra penale, pra 3 akuza, e njëra që lidhet me Çes Dian, e cila nëse vazhdon akoma dhe një vit është parashkruar dhe vepra penale dhe në apel, jo më në shkallë të parë, sepse është një vepër penale që po flasim për vitin 2009-2010. Ashtu, kështu që kanë kaluar 15 vite nga ajo. Dhe është një vepër penale që parashkruhet. E dyta, me fakte dhe prova, të paktën referuar asaj që kanë nxjerrë Tedi Blushi live, këta thonë Kastrioti Ismaile dhe Vosava Ismaile, ndërkohë që pronar i Çes Dia dilte Rebecca Gaskin, një shtetas amerikane. Dhe në ndërkohë që për disa kohë administratori i kësaj kompanie kishte qenë ish truproja i zotit Rama. Pra një bodyguard që ishte bërë për disa kohë edhe si bodyguard, i cili në shënimet e tij, në dëshminë e tij në SPAK, ka thënë që unë vetëm firmosja dhe nuk e merrja vesh fare se ato ishin pjesa më e madhe ishin anglisht. Pra se çfarë lidhje kanë këto me Ilir Metën, unë nuk e di. Tani dëgjoj, sepse duhet që mos keq kuptohem. Ilir Meta në funksionet e tija politike, si pushtet mbajtës, mund të ketë bërë 1 mëkate. Problemi është që ti mëkate duhet t'ia faktosh tjetrit. Se shkollaj të thuash që me perceptim Belinda Balluku ka 300 shtëpi, po gjej 2. Gjej 3, gjej 5, që i ka të pa deklaruara. Nuk kam nevojë me më gjetë 300. Edhe në rastin konkret me zotin Meta. E dyta, bëhet fjalë për këtë lobimin në Amerikë. Edhe këtu pastaj ka një andrall shumë të madhe për mendimin tim, sepse ne e dim shumë që në bazë të ligjit për partitë politike, ai që firmos kontratat te partitë politike ku bëhet fjalë për lobing është sekretari i përgjithshëm, sepse sekretari i përgjithshëm është personi më i pushtetmbajtës në një parti politike nga ana administrative. Për shembull, tek çka ka deklaruar sekretari i përgjithshëm. Kjo është.
TPD-ja është zoti Flamur Noka, ai që firmos kontratat, edhe atë kontratën e 6 milion dollarëve që u përfrol vite ka firmosur Flamur, nuk ka firmosur Berisha. Edhe në rastin konkret, ta atyre lobime në 2017 si ka firmosur Eldrit Brajndllari si sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Jo Ilir Meta. Për më tepër që Ilir Meta aso koha ishte president, sapo ishte zgjedhur president. Pra kërcet shumë. Dhe e treta, që është pjesa tjetër për cilën e akuzojnë zotin Meta, është fakti domethënë që ky ka përdorur 2 karta banke me të cilat ka bërë blerje të ndryshme. Në ndërkohë që vetë zonja Kryemadhi ka thënë Ilir Meta nuk ka pas asnjë lloj karte se çdo gjë e bëja unë. Tani unë s'e di se për çfarë akuzohet zoti Meta tani. Thash edhe një herë tjetër. Ilir Meta, 30 vjet, 35 vit si njeri me shumë pushtet në këtë vend, i ka pasur të gjitha postat e mundshme. President, kryetar, kryeministër, zënës kryeministër, ministri i jashtëm, ministri i ekonomisë, nuk e di më, nuk besoj se ka pas njeri në Shqipëri që mund t'i ketë pasur të gjitha këto pozicione. Përveç kryetar bashkie nuk ka qenë ai. Kaq. Unë nuk besoj, domethënë që në perceptim popullor të gjithë mund të thonë që ai është njeri korruptuar. Problemi është që Spaku nuk ecën me perceptim popullor. Spaku duhet të ecë me letra. Dhe ato letra sot dhe prova duhet i nxjerrin sot në gjykat. Shtrava që t'i nxjerrin në gjykat. Tani dëmin politik, Ilir Meta që ka bërë që ditën që e arrestuar, nuk ka nevojë më. Sepse edhe sikur ai të marrë një dënim sa do kështu të vogël fare, në ana tjetër do ketë edhe një dënim plotësues si relevant i dënimit kryesor, i cili mund të jetë 5 vite larg jetës publike, politike. Kështu që prapse le të themi në një farë mënyrë jeta politike e zotit Meta teorikisht po flas mund të jetë shënjuar tashmë. Por ai nuk po lufton më për politikë. Ai po lufton për mbijetesën e tij njerëzore dhe kjo është këtë normale në fund ditës. Ndërkohë, ndërkohë do të diçka. Se kishte diçka opozitare me atë në ardh, jam dakord, edhe nga ana procedurale penale ashtu duhet të jetë, sepse çdo kallëzim ose çdo akuzë duhet provohet. Por në kuptimin e narrativës politike, sepse në atë mënyrë po e ndërtojnë. Narrativ politike do t'i përgjigjemi me tjetër. Po, ka diçka thuhet që ka një standard në shkenca politike. Sidomos një nga teoricianët më mëdhenj Leo Strauss ka thënë këtë gjë. Në një vend i cili nuk ka standard drejtësie, siç ka qenë Shqipëria postkomuniste ose post-tranzicion, të qëndrosh gjatë në pushtet nuk është merit. Dhe një vend që ka sistem drejtësie të fortë dhe ligje të forta, të qëndrosh gjatë në pushtet është merit. Tash po ta aplikojmë këtë kriter në realitetin shqiptar, e jep mendoj përgjigjen për gjithë elitën politike. Dakor? Unë nuk po bëj asnjëri të fajshëm, që të kuptojmë. Pa ma kanë që të gjithë përgjegjësinë e tyre për gjendjen ku jemi sot. Bëhet fjalë për rreth 36 vite demokraci. Dhe akoma flasim për të njëjtën ëndër që është folur që në vitet 92-96 ëndra e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Po ashtu qeveria Nano, po ashtu qeveria Meta, qeveria Majko, qeveria Berisha, qeveria Rama, biles deri para pak muaj flitej që kemi të sigurt hyrje në BE dhe zonja Marta Kos, ndërkohë tash kemi ndryshim kursi që ne jemi me Amerikën dhe BE-ja s'na pranon sepse jemi antar të Bordit të Paqes. Në këtë kontekst, ajo që dua të them është kjo që edhe sikur mos kenë përfshirje të drejtë për drejtë, këta kanë minimalisht përgjegjësi morale dhe politike për aktualitetin dhe gjendjen që është vendi sot. Dhe mënyra se si kjo faturë paguhet mbrapsht, është edhe me interesat që i kanë kundër njëri tjetrit. Unë nuk e vë ndyshim që kjo mund të jetë një akmarrje e Ramës. Ndaj ti, po të flasim në parimin e real politikës, pra po heq pozicionin tim si avokat dhe po flas si thjesht analist politik këtë mes. Dhe po të flas si analist politik në sisteme siç është shteti shqiptar, dihet që politika është ajo që komandon. Jo në formën 100%, po ka segmentet e saj, ka mënyrat e saj, ka raportet e saj, sepse tek çështja e zotit Meta krijon përshtypje kjo, nuk e deshën thjesht arrestonin, deshën ta poshtronin. Po edhe këto. Dhe ky fakt po ndodh sot. Nuk është se e bëjnë thjesht për treguar, domethënë këtu ka një hakmarrje. Ka një hakmarrje. Mënyra si mbahet në burg. Bëjnë edhe politikisht. Më fal, mënyra si mbahet në burg. Flitet që i kufizojnë orarin e daljes, flitet që i kufizojnë vizitat, flitet që i kufizojnë prononcimin në media, flitet që i kufizojnë mundësinë e takimit me familjarët. Është hakmarrje Marsida apo zhbërje e asaj që përfaqëson Ilir Meta në kuptimin politik. Në momentin që është ligjor ajo që ndodh, në momentin që trajtimi që ndodh është ligjor, unë mendoj që ka një mlef politik. Denis, si e shikon fatin politik të Ilir Metës, nisur dhe nga kjo premisa që na dha Marsidi, faktin që mund të jenë prapa skena e gjitha kjo është një goditje organizuar për ta eliminuar
politikisht si faktor duhet ndarë politik të dy rëndësishëm. momente. Fati politik me fatin, le të themi, juridik. Fatin juridik është çështja që do vazhdojë gjatë dhe nuk e dim se si do shkojë. Dhe këtu Meta do ta bëj betejën deri në fund. Për sa i përket fatit politik, për mua nuk ka çfarë. Pra, është një karrierë e mbyllur politike për Ilir Metën, sepse shoh pjesën tjetër. Pra, kur skena politike dominohet dhe do dominohet gjithnjë më tepër nga dyshja Rama Berisha, nuk ka më vend më për Metën. Pra, nuk jemi në kushtet ku kishte vend